kushton 55 milion euro. Apo menon ti që e kryen për një mandat? Jo, për një mandat nuk kryet. Me fillim deri në mbarim të projektit kush është 6 vite. Nuk kushton 55 milion euro, kushton 76 milion euro. Është një projekt që 10 vjet është përmend në fushë Kosovë dhe nuk ka pas hapa drejtim kësaj. Përmendni një detaj interesant kime pru prej Kekut në zemën qendrore në krejt shkolla. Qysh e merr? Jo këtë shkolla, këtë qytetin. Duke përfshirë edhe shkollat. Do me thonë ti po do me bu në zemën qendrore në fushë Kosovë, e cila s'ekziston momentale. S'ekziston, ne do ta bëjmë. Është projekt që kushton 55 milion euro. Apo menon ti që e kryen për një mandat? Jo, për një mandat nuk kryet. Fillon në mandat. 55 milion. Lutna, fillon në mandatin e parë, është so projekt. Sa pare po investon, menon, so pare ke menu me investu në çet mandat 4 vjeçar në zemën qendrore. E para neve na mbetet me bë studimin e fizibilitetit si komunë, ato do ta bëjmë qysh në vitin e parë që do të hyjmë. Kurse pjesën tjetër, gjatë këtij viti do të gjejmë fonde nga Bergje dhe garancione nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Ka marrë garancinë nga Qeveria e Republikës së Kosovës që do të na mundsoj që të jetë në bashkëfinancim me neve. Njëkohësisht e kemi bllokun A3 të Kosovës A që do të hyjë në rehabilitim dhe komplet energjia termike që do të jetë nga termocentrali Kosova A do të shfrytëzohet vetëm për fushë Kosovën. Qasja është e lehtë. Afërsinë e kemi shumë afër me termocentralin Kosova A nga rruga Pajzit Islamit që lidhet me Mirë, 55 milion po menon që kushton sa zgat që kjo 2 mandate? A një mandat? Si projekt. Një mandat the jo, 2? Si projekt, me fillim deri në mbarim të projektit kush është 6 vite. Okay. Këto e kanë thënë ekspertat dhe komplet këtë shumën financiare që është nxjerr është sipas çmimeve aktuale që kanë bërë nga inxhinierat e Termokosit. 2 minuta për nxemje, Besnik. Po, studimi është bërë nga Termokosi edhe është bërë nga Komuna Prishtinës në bashkëpunim me qeverinë. Ka së projektet e fushë Kosovës fizibiliteti u bë që vlen vetëm për qytetin, për fshatrat nuk ka fizibilitet ekonomik. Është bërë konstruksioni financiar, nuk kushton 55 milion euro, kushton 76 milion euro, 24 milion euro kushton vetëm infrastruktura toksore, pjesa tjetër nuk do të jetë do thot me nga termocentrali, po do të jetë me ngrohje termike përmes energjisë solare, janë përcaktuar pozicione në zonën e Mazitit, është projekti madh, na do të më punu me ndërkombëtar, do të më realizu këtë projekt. E kam pjesë projektit, kam thonë qytetarëve, nuk keni me pas ngrohje pejme në 4 vjeçarin e parë, por keni me pasat një pjesë të investimeve dhe të zotimit tonë për infrastrukturën dhe do të punojmë me partnerët që 4 vjeçari i dytë ta sjellë ngrohje në qytetin e fushë Kosovës, sepse ka fizibilitet ekonomik shumë të mirë dhe financiar. Faleminderit. Valon? Para, unë po flasë për gjendjen reale edhe situatën cilën jemi në fushë Kosovë e njëkohësisht mundësit reale që do të mu bo këtë projekt. Jem të folë për projekt konkret që merret të energjia termike nga termocentrali Kosova A. Unë nuk po flasë për energji diellore, sepse... Ti the që ka mu bo fizibiliteti, a Besniku po dhe që është i bo në fizibiliteti? Para fizibilitet është ajo. E ko gabim është para fizibiliteti që ka ndodhë. Mirë, a s'munët mu përdorë që ajo? Se duhet me argju pare alo në fizibilitet? Jo, është e parapone me rregullore, është në faza para fizibilitetit, mane fizibiliteti vjen. Së dhe që tjetë është një projekt që 10 vjet është përmen në fushë Kosovë dhe nuk ka pas hapa drejtim kësaj. Dhe kjo është modeli qeverisës që e kanë bo këta. Edhe menoj që të njëjtën e bojnë prapë, edhe 10 vjet tjera me këta nuk bëhet. Urna, Besnik. Mikrofonin më se në aljes, lutna. Eti ka thonë jo me termocentralin, po energji solare. Para fizibilitet, unë e thash është studimi parë i konstruksionit financiar dhe efektshmërisë së fizibilitetit dhe kjo është rezultati që ka dalë. Mbi bazën e këtij dokumenti shkohet në fazën e dytë dhe tashmë nuk kthehen syt ka termocentrali. Tash kthehen syt ka kosto nga ngrohja termike solare edhe kjo është një dallim i madh në koncept.